Është shënuar 16 vjetori i antarësimit të Shqipërisë në NATO, e cila është një ndër arritjet më të rëndësishme historike për vendin dhe për mbarkombin shqiptar. Në 16 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, ka reaguar me një mesazh në rrjetet sociale Presidenti i Republikës Bajram Begaj dhe Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani. Presidenti Begaj u shpreh se në këto vite vendi ynë ka dëshmuar se është antar i denj një aleancës dhe do të vijojë të jetë i përkushtuar ndaj saj. Shqipëria mbetet një aleate e përkushtuar dhe e besueshme e NATO-s, aleancës më e gjatë dhe më të fuqishme në botë. Si antare e NATO-s, Shqipëria ka mbështetur në mënyrë aktive dhe shumë konstruktive intensifikimin e marrëdhënieve institucionale të Republikës së Kosovës me Aleancën Atlantike si pjesë e mbështetjes së saj për aspiratat euroatlantike të këtij vendi, si dhe kontribut për paqen dhe stabilitetin në rajon. Ndërkohë, Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Hasani në postimin e tij nënvizon se ne kemi NATO-n dhe NATO ka Shqipërinë. Me kontekstet e reja gjeopolitike do të forcojmë partneritetin me aleatët tanë, si dhe do të vazhdojmë me krenari kontributin për forcimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Sipas tij, ky rrugëtim i Shqipërisë në NATO reflekton forcë, siguri dhe solidaritet, teksa shpreh krenarinë që vendi ynë gjendet pranë aleatëve me një të ardhme më të sigurt.